Përshëndetje miqtë e mi, mirë se vini edhe në këtë episod të dytë të podcastit Infinite Business. Përshëndetje Ariola dhe faleminderit për ftesën. Si u gjende, si erdhi ideja për të shkuar në Kinë? Më erdhi një ftesë për internship në Shanghai. Ju e keni edhe servisin pranë Panda Motors. Ne nuk mund të shesim makina elektrike pa dhënë shërbim. Cila është makina më e kërkuar nga klientët? Është një trend i fuqishëm i një marke që shumë shqiptarë njohin, që është BYD. Mercedes apo Xpeng? Xpeng. Shpejtësi apo teknologji? Teknologji. Shqipëri apo lindje? Shqipëri. Përshëndetje miqtë e mi, mirë se vini edhe në këtë episod të dytë të podcastit Infinite Business. Na gëzon fakti që na keni mbështetur, na keni shkruar, sepse këtu sjellim histori pa filtra, histori të njerëzve të suksesshëm, që e kanë nisur nga zero dhe sot po prekin majat. Sot do të flasim për një industri e cila po ndryshon mënyrën se si lëviz bota. Deri dje, dukej sikur ishte e paprekshme, dukej sikur gati imagjinare, ndërsa sot do të flasim për makinat elektrike. A është kjo një mod kalimtare apo revolucioni më i madh se si ne do ta shohim industrinë automobilistike? Pranë meje sot kam të ftuar për t'ju kthyer përgjigje pyetjeve të mia që i kam të pafundme, një njerëz që besoi shumë herët tek kjo teknologji. Ai është themelues dhe CEO i Panda Electric Motors. Kjo kompani që ka sjellë në treg disa nga markat më inovative të automjeteve elektrike dhe që sot është distributor zyrtar i Xpeng. Mirë se erdhe Elidon. Është kënaqësi të të kem këtu për shumë arsye, për të frymëzuar të rinjt, për të na frymëzuar edhe ne, për të na treguar, po themi, nga A-ja deri në Z, të gjitha problematikat dhe interesin që kemi ne ndaj këtyre makinave elektrike. Përshëndetje Ariola dhe faleminderit për ftesën. Është kënaqësi të jem në podcastin tuaj dhe besoj që është koha për të folur për makina elektrike, pasi njerëzit kanë shumë pyetje ndaj kësaj teknologjie të re. Shumë e vërtet. Rëndom, po shohim shumë makina elektrike në rrugët e Tiranës dhe shumë njerëz pyesin, a janë diçka për të marrë në konsiderat këto makina, a duhet të kalojmë në elektrike apo jo? Dhe prandaj jam këtu që t'ju jap më shumë informacion rreth makinave elektrike. Kush është Elidon Dëgjani përpara titullit CEO? Elidon Dëgjani është një njeri i thjeshtë që emigroi shumë vite më përpara, ku të gjithë po shkonin drejt Perëndimit dhe Amerikës, ndërsa Elidon Dëgjani shkoi drejt Indjes. Unë për herë parë në Kinë emigrova në vitin 2014. Sa vjeç ishe? Isha 21 vjeç. Si u gjende, si erdhi ideja për të shkuar në Kinë? Në fakt isha në përfundim të studimeve të larta për informatikë dhe më erdhi një ftesë për internship në Shanghai. Në fillim ishte në formë shakaje, po pastaj fillova duke marrë seriozisht, u interesova dhe përfundova në Kinë. Si ishte eksperienca jote, ti ke qëndruar gjatë, ke qëndruar rreth 12-13 vite në Kinë. Si u përballë me kulturën, si e gjete veten atje, e gjete shpejt. Mua më intrigon shumë Kina, me thënë të vërtetën. Ka një disa vite që jam e apasionuar pas kulturës, pas zhvillimit teknologjisë, pas çdo gjëje që ata bëjnë. Në fakt, në fillimin e mia ishte pak shok kulturor, duke mësoj që me shumë gjëra me kulturën e tyre, me rregullat e tyre, me disiplinën, por që më vonë është në dashuri, me thënë drejtën, me kulturën e tyre dhe me gjithçka ishin njerëz të mirë të afronin dhe edhe ato kishin interesin e tyre për të njohur më shumë botën perëndimore. Siç e dini, ose siç flasin njerëzit, ndoshta Kina është pak e mbyllur, sepse është, po themi, një kontinent në vete. Edhe prandaj ato s'kan shumë qasje në botën perëndimore, prandaj interesohen dhe të afrojnë si njerëz që edhe të bëjnë pyetje, janë shumë kurioz për ne. Po them, nga forma si e formëzuar dhe e rritur, e kisha imagjinuar që do të takoje një kulturë tjetër dhe do doja të më flisje edhe pak për fëmijërinë, për mënyrën se si e rritur, ku
Atëherë unë vin nga një familje konservatore, po themi, jam nga Veriu, nga Ruksi, edhe pse jam rritur, po themi, gjatë gjithë jetës në Tiranë, por që traditat dhe kulturën që kemi nga Veriu ne nuk i harrojmë. Edhe ishte pak vështirë, të adaptohesha me kulturën lindore, por për çudinë time dhe të ndjekësit që na ndjekin, janë shumë të ngjashme në kulturë. Në kulturën familjare. Po, në kulturën familjare janë shumë pro familje si kom dhe si shtet. Më trego pak më shumë për veten, du të di për fëmijërinë, familjen, prindrit. Unë kam vetëm një motër, edhe kemi një lidhje të ngushtë me motrën, sepse pasi ika unë i pari në Kinë, pastaj gjallë interes dhe motra dhe i mora dhe motrën me vete të drejtët. Edhe motra momentalisht jeton në Hong Kong. Në Hong Kong? Të Kinës, po. Nuk do të kthehet. Ajo kishte pak vështirësi në fillim, por që tani është komplet e dashuruar me stilin e jetesës atje dhe nuk do të kthehet më. Kur e ke kuptuar që do të ndërtosh biznes, do të merresh me sipërmarrja? Atëherë, unë gjithmonë kam qenë natyrë kurioze dhe natyrë që nuk thoja jo. Dhe do të thonë hapat e para drejt sipërmarrjes ishin në vitin 2018, ku në Kinë hapa një kompani tjetër. Kompania ime e parë ka qenë një kompani konsulence. Po, edhe rekrutroja dhe njerëz nga gjithë bota që i sillja në Kinë edhe u jepte një pozicion punë. Kjo ka qenë kompania ime e parë, do të thonë hapat e parë në sipërmarrje, po. Edhe gjithçka shkonte okay derisa erdhi koha e Covidit. Po, koha e Covidit ishte shok për gjithë botën. Për gjithë botën dhe aty mu desh të mbyllja kompaninë sepse ishte një pushim 2 vjeçar ose më shumë. Edhe thash, okay, është koha për të kaluar në një industri tjetër. Dhe pas 2021-shit, nga fundi 2022-shit, atëherë unë u angazhova në eksport. Në eksport të mallrave të ndryshëm. Por industrinë e makinave elektrike në fakt që në fillim e mia në 2014 e kam përcjell. Ishte ajo koha kur makinat elektrike po testoheshin. Mund të shikojnë ndonjë makinë elektrike tek tuk në qytete të mëdha dhe thoja çfarë po bën? Pse elektrike? Me gjithë të distancat mëdha këtu në Kinë, E ti kam bërë një analizë shumë të thellë, me thënë të vërtetën, duket pak fëminore kjo që do them, por shumë e sinqert, që kur ishim të vegjël edhe shifnim filma futuristik, edhe shifnim shifnim robot, shifnim makina që fluturonin, makina që ishin, domethënë, të çuditshme. Edhe them tani sot, po bëj krahasimin edhe analizën, po ne këto i kemi parë shumë më përpara. Domethënë, sa të padijshëm kemi qenë ne kundrejt kësaj forme inovative që po sillte Kina në treg. Dhe a janë gati tregu shqiptar për këto makinë? A ka infrastrukturën e mjaftueshme? Shumë persona mund bien ndesh me opinionin tim, por unë mendoj që ne jemi gati. Mos të them që Shqipënia është shteti i parë në raport me popullsinë që importon më shumë makina elektrike, më shumë se çdo shtet i Europës, po gjithmonë në raport me numrin e popullsisë, dhe është një trend në rritje. Infrastruktura është po zhvillohet me hapa shumë të shpejtë dhe po instalon pulla karikimi në çdo qytet të Shqipërisë. Dhe për distancat që ne kemi, po janë shkurtra. Janë shumë shkurtra. Nuk mund të themi që nuk jemi gati. Është thjesht një justifikim për të kaluar në elektrike. Por nga të tjera do i diskutojmë. Pse njerëzit duhet kthehen e lidon tek makinat elektrike? Cilat janë ato favore që i jep makina elektrike nga makinat normale që jemi mësuar me naftë dhe me benzinë? Ku është diferenca? Që t'ju asgjojmë interesin se ka shumë njerëz të pa informuar, i shohin, siç e the edhe ti, me pikpyetje këto makina. Unë mendoj më kryesorja
duke parë që Shqipëria është në një zhvillim të shpejt ekonomik dhe çdo gjë po shtrejtohet, si kosta e jetesës po rritet për ditë, e shohim që ndoshta paga nuk po rriten me shpejtësinë e duhur, por që kostot e jetesës po rriten shumë shpejt në raport me çfarë ne fitojmë. Dhe ky do të jetë shkaku kryesor që një person do të kalojë në elektrike, sepse raporti i shpenzimeve për një familje që përdor makinë elektrike dhe me një familje që përdor makinë me djegje është konsumi është shumë i lartë. Po themi nëse ti për 100 kilometra me makinë elektrike duke kajkuar në shtëpi shpenzon vetëm 2 euro, me një makinë me karburant do shpenzosh 15 euro. Po, e vërtet. Është diferencë e madhe, sepse një person mesatar bën, po themi 100 kilometra në ditë. Unë bëj më pak, por që personat që udhtojnë për punën, plus fusin faktorin e trafikut, çdo ditë du të rish në trafik në 2 orë, duke shkuar në punë, duke ardhur për punë, dhe do 6-7 litra do i shpenzosh. E vërtet, shumë e vërtet. Me trafikun që kemi ne, që pavarësisht sa kemi investuar në infrastrukturë, prap duke sikur nuk ka zgjidhje trafiku në Tiranë. Një pyetje tjetër që kam unë. Duke bisedu me ca shoqet mia, shokë dhe thanë, jo, po se makinat elektrike për baterinë kishin fjalën që është e dëmshme. Edhe këtë do doja ta sqaroje për publikun se këto ngelin gojdhëna kur nuk je i sqaruar dhe informuar, domethënë merr një trembje nga kjo. Shumë mirë që bëra pyetje, sepse duke qenë profesionist i kësaj fushës, jam interesuar sepse në radhë parë, përveç se jam biznesmen, jam edhe një familjar, edhe sigurisht që familjarët e mi hypin në një makinë elektrike, edhe patjetër që duhet sigurohen për shëndetin e tyre. Dhe vetë personalisht kam bërë matjet e fushës magnetike, rrezatimeve si të njerëzit, por e vërteta është ndryshe. Një industri që është biliona dollar, kur nuk do bënte një gabim që të lijonte këto skandale të dilnin në pa. Çdo bateri, çdo motor, çdo kabëll që është në një makinë elektrike janë të izoluara dhe brenda parametrave që janë organizatat që janë përgjegjëse për këtë industri. Do të thonë, rrezatimi nuk i bën dëm njeriut poshtë 200 mikrotesla. Dhe unë i kam bërë matjet dhe nuk e kalon këtë rrezatim ose këtë numër, këtë shifër. Panda Motor sjell edhe servisin. Do të thënë, ju keni edhe servisin. Se këto janë makina që duhet informohemi sakt. Ju e keni edhe servisin pranë Panda Motors. Ne nuk mund të shesim makina elektrike pa dhënë shërbim ose pa dhënë një tip sigurie gjithë klientëve tanë. Dhe kjo ishte arsyeja që unë erdha në Shqipëri dhe hapa Panda Electric Motors. Ishte për këtë arsye që të edukoj komunitetin dhe të jap një siguri që nesër pas nesër, okay, po blini një makinë elektrike, po nesër pas nesër dini ku ta riparoni atë makinë elektrike. Edhe cilja po si nuk mund ta çosh në servisin më të afërt makinën elektrike. Po ato makinë elektrike nuk mund ti riparosh tek servisi lagjes. Nuk riparohen. Jo, duan ekspertizë të avancuar dhe njerëz që ja dinë këtyre makina elektrike. Ne kemi sjell inxhinier të huaj. Jemi vetëm një kompani që që ka inxhinier të huaj. Inxhinier të huaj nga Kina që kanë punuar disa vite në markat më të mëdha në Kinë. Dhe ajo çfarë na ka dhënë një boost në shitje ka qenë edhe përparësi është kjo që keni servisin edhe kjo që kemi investuar në servis, sepse nuk mund të hap një kompani me makina edhe të them shiko se servisin do ta gjesh vetë pas ta gjesh makinën. Ne japim makinat me garanci 6 vite ose 120 kilometra. Dhe brenda kësaj garancie ti ke një kontratë dhe duhet ta sjellësh makinën për kontroll dhe për riparim në servisin tonë. Sa shpesh duhet ta sjellim makinën për kontroll? Le të themi, në kontratën tonë janë çdo 10.000 kilometra duhet të bëhet një shërbim periodik. Shumë i thjeshtë, duke pirë një kafe, vjen inxhinieri, e merr makinën,
ndërkohë ti pi kafe dhe ta sjell pastaj. Kaq e thjeshtë. Brenda gjysore. Kaq e thjeshtë. Kaq e thjeshtë është. Unë shkreta kaloj orë të tëra duke pritur të kaloj servisi. As gjëra, jo. Po, nuk ka nevojë për po. Këto janë minimizuar. Po çmimi krahasuar me makinat e tjera. Krahasuar me makinat e tjera. Është relativisht i lartë krahasuar me makinat e përdorura, por po flasim është justifikueshëm. Panda Electric Motors sjell në treg makina 0 kilometra. Po. Ne po flasim 0-0. Ose në krahasim me koncesionarët e tjerë që shesin makina elektrike, po themi, markat që ne sjellim janë shumë herë më të lira. Edhe njerëzit po ndërgjegjësohen dhe po të shikosh raportet e DPSHTR-s, tregon shumë qartë që sjellja e njerëzve, e konsumatorëve po ndryshon. Njerëzit tash po blejnë më shumë makina me zero. Po. Më përpara kemi qenë konsumator të mëdhej të makinave të përdorura. Sepse s'kishte mundësi për blej makina. S'kemi pas mundësi, nuk e kemi pas edhe kulturën, me thënë të vërtetën. Edhe ajo etja për të pas një makinë, hajtë sido që t'jetë, edhe mendoj që kjo. Po tani janë njerëzit janë informuar, duan gjëra të reja. Sikur e ble shtëpinë e re, sikur ble pajisje të reja në shtëpi, domethënë edhe makina është në këtë drejtim, po them që duan që makinën që e marrin ta marrin me 0 kilometra. Po, edhe Kina ndryshoi këtë industri, sepse ti më përpara një makinë europiane me 0 kilometra nuk mund ta bleje me një çmim €9. Ishte pamundur. Ndërsa Kina momentalisht prodhon makina me 0 kilometra elektrike, hibride, që fillon nga $10,000 dhe lart. Që është për tregun ton, po themi për konsumatorët ton, është i prekshëm dhe është i pranueshëm. I pranueshëm, mendoj çdo person tash ka instanca financiare që mund të ndihmojnë që të bësh një makinë elektrike si me koste, si me pagesa plota. Si lindi kjo ideja e Panda Electric Motors këtu në Shqipëri? Se i folëm gjitha, po s'folëm për këtë. Emrin. Po, emrin. Emri ka qenë doja diçka goditse, dhe në fakt Panda vjen nga Kina, sepse Panda është një kafshë mbrojtur nga shteti kinez dhe për ata është e shenjtë si kafshë, edhe duam shumë, edhe më pëlqen shumë si kafshë, doja diçka që të mbaj mend. Po, pandën e njohin gjithë. Po, pandën fiksohet me një herë. Fiksohet shumë shpejt, edhe nëse dikush mund pyes ku mund bëj një makinë elektrike, Panda. Shkete Panda. Panda. Edhe i herë të ta thonë e fikson. E fikson. Ishte diçka spontane që ishim me ortakët e mi që diskutonin në kafe, okay, e lëm Panda. Nga të gjithë mundësi që kishe në Kinë Lidon, pse zgjodhe pikërisht industrinë e makinave elektrike? Unë gjithmonë kam qenë i apasionuar pas teknologjisë, edhe duke qenë një mashkull, më tërheq. A i ke dasht makinat, po a i sa teknologjinë? Jo. Se ka njerëz që janë fiksuar mas makinave? Jo, nuk kam qenë i fiksuar dhe nuk jam aq i fiksuar pas makinave. Tani që flasim, më intereson qetësia, sepse makinat e dy, makinat elektrike dhe hibride janë të qeta. Në hecja. Po, janë shumë qeta. Unë nuk jam pro zhurmave, duke jetuar për një kohë gjatë në Kinë, në fakt kur vija këtu të gjaj zhurmë, edhe më biznisni pak të zhurmat në kryeqytet, edhe thoja, hajtë se edhe unë kam qenë ashtu, do ndryshojnë dhe këta. Më kujton kjo një gjë, Lidon, kam jetu një vit në Suedi, po atje domethënë njerëzit ishin shumë të qetë, nuk dëgjohej asgjë dhe kur erdha këtu pata një frustrim të brendshëm se nuk e dija se çfarë po më ndodhte. Dhe kisha qëndruar vetëm një vit, unë po them ti ke qëndruar shumë vjet atje dhe si e gjete veten ta rikuperosh më një herë në zhurmën e Shqipërisë. Do pa kohë, por kur vish do një 2-3 muaj ta ambientohesh patjetër. A ka sfida në kompaninë tuaj dhe cilat janë sfidat më të mëdha, nëse ka? Patjetër që ka sfida. Sfida e parë është informacioni i mangët që klientët që kanë kur vinë për të interesuar për një makinë elektrike, kanë shumë frikë.
për të kaluar në elektrike dhe ne duhet të trajnojmë stafin tonë që të japë informacion më të saktë për makinë elektrike dhe të sigurojnë që për sa kohë që ne jemi këtu, ato nuk do kenë probleme me të makina, do japim zgjidhje çdo problemi. Kjo është një nga sfidat. Sfida tjetër mund të themi është shteti jonë duhet të japë më shumë ndihmë dhe ta ndihmojë infrastrukturën e makinave elektrike, siç duke filluar nga aprovimi i lejes për të instaluar një karikus tek garazhi i makinës, përshpejtohen pak procedurat burokratike po themi për makinë elektrike. Ata që janë të informuar dhe drejtohen te Panda Electric Motors. Cila është makina më e kërkuar nga klientët? A kanë filluar të njohin mirë? Po. Ajo çfarë shohin është një trend i fuqishëm i një marke që shumë shqiptarë njohin, që është BYD. BYD qëndron për Build Your Dreams. Është një markë kineze që po themi ka një nga bateritë më të mira në botë për momentin, edhe Tesla i përdor ato bateritë e BYD-s. Edhe shumë njerëz vinë aty më thonë byt. Por i thonë prit. Okej, byt është një makinë ekonomike, është një makinë shumë e mirë, por që duhet patjetër të dhënë sugjerimet e mia për market e tjera. A ka pas ndonjë moment të vështirë gjatë kësaj sipërmarrje në biznesin tuaj? Ka pas sigurisht. Shumë herë ne si sipërmarrës kemi ato momente të dobësisë. Po. Që themi a ja vleti ose a duhet vazhdoj më përpara. Por që patjetër që ja ka vlet dhe patjetër që ne do ecim përpara dhe duhet ta çojmë këtë industri në nivel tjetër. Duke qenë Elidon që ke një moshë relativisht shumë i ri dhe drejton një kompani shumë suksesshme, një ndër më të suksesshmet këtu në Shqipëri. Pyetja ime është, cili ka qenë vendimi më i guximshëm që ke marrë? Qoftë në kompani. Vendimi më i guximshëm. Vendimi më i guximshëm. A është ky vendimi më i guximshëm? Po. Është vendim shumë i guximshëm sepse u duhej për të gjetur kapitale, për të ndërtuar, për të hapur. Tani po të se duhet ta shpërndajmë në një formë mesazhe sidomos për të rinjt. Sidomos për të rinj që të frymëzohen që mjafton të jetë dëshira dhe guximi dhe gjithçka është e mundshme. Këtë dua. Në fillim futesh me një sipërmarrje, okay, do arritë dhe do ndaloj dhe do jetoj jetën qetësisht, por sipërmarrja nuk bën asgjë, të drejtën, edhe po zbuloj diçka që shumë veta nuk e dinë, ne po hapim një showroom tjetër në Tiranë që dihet një ndër më të mëdhenj, po themi në Tiranë, edhe do jetë një më modern, se po të shohësh showroomet e makinave në Shqipëri janë shumë thjeshta. Po janë të thjeshta. Janë thjesht një kapanon, edhe futesh mrena me xhama, ke makinë. Por unë dua të sjell një kulturë tjetër. Showroom-i dhe këto dhe po do ta sjellësh gjithë kulturën e lindjes, me sa shoh. Kulturën e lindjes, edhe të gjithë shërbimin. Po të shohësh në kinë momentin që shkel në autosalonin, ke një. E tham që një nga gjërat që e favorizon Panda Electric Motors është që ju keni sjellur edhe ekspertët që i rregullojnë këto makina, nëse do kishin probleme. Po në krahasim, po themi me konkurrentët, çfarë ju dallon më së shumti? Se ka edhe një gjë tjetër, përveç produkti që është aty. Produktet mund të jenë të njëjta. Disa kompani trajtojnë të njëjtat produkte. Por ajo çfarë na distancon nga konkurenca është korrektësia dhe shërbimi. Unë personalisht fokusohem vetëm në këto dy gjëra dhe pjesën tjetër e kam deleguar tek kolegët, tek stafi, por unë fokusohem vetëm tek çdo javë bëjmë lidhje që
stafi jonë të jetë sa më transparent dhe korrekt me klientelën tonë, dhe t'jap shërbim pas shitjes, sepse shitja nuk mbron aty. Unë u them dhe klientëve, ti e vlen një makinë elektrike, por bashkë nuk keni marrë punë, do vini prapë. Dhe për mua shumë rëndësishme që të mbahet ajo figura që kemi krijuar për komunin tonë. Ku e shef Panda Electric Motors pas 5 vitesh? Pas 5 vitesh, mendoj të kemi disa showroom në Shqipëri. Një showroom ndoshta në jug, që të ka pjesë në jugut, që klientët ose konsumatorët nëse kanë nevojë të vinë deri në Tiranë për shërbime, ose për vlerje, dhe patjetër do shtrimi në disa shtete të Ballkanit. Edhe si imagjinon tregun shqiptar në 2030-ën? A mendon që një ditë makinat e naftës do jenë vetëm histori? Absolutisht, dhe nuk kam asnjë dyshim për këtë gjë. E them me plot bindje që këto janë e ardhmja, duan s'duan njerëzit, do shkojmë drejt makinave futuristike, makina më shumë kuaj fuqi dhe më të qeta dhe më pak ndotje për ambientin. Kam bërë një rubrik, zgjidh një përgjigje pa u menduar gjatë. Okej, e bëj. Mercedes apo Xpeng? Xpeng. Shpejtësi apo teknologji? Teknologji. Biznes apo rahati? Biznes. Tesla apo Xpeng? Xpeng. Investim apo luks? Investim. Shqipëri apo lindje? Shqipëri. Rrezik apo siguri? Siguri. CEO apo baba? Baba. Makinë sportive apo SUV, po e them se? Shumë e vështirë, po ja jap SUV-it. Libër apo podcast? Podcast. Faleminderit që ishe në podcast, Elidon. Ishte kënaqësi për të ndarë të gjithë atë çfarë ndodh me Panda Electric Motors, edhe për të njohur me ty e për të frymzuar shumë të ri, jo vetëm shumë të ri, por edhe njerëz të tjerë për të marrë informacione edhe më të mëdha rreth Panda Electric Motor. Faleminderit shumë që ishe. Faleminderit ju. Për ju teleshikues të dashur, apo për ty që ke një biznes, unë do të lej numrat e kontaktit poshtë, shihemi në episodin e radhës tjetër Infinite Business Podcast.